Tregom na një destinacion për shembull që ndoshta Instagrami, ti ke përjetu diçka që ndoshta Instagrami s'ta tregon. Jordani, edhe një herë. Jordani, definitivisht. Jordani definitivisht, do me thonë, bollë kom këshyr TikToka, Instagramet të ndryshme, isha te qëto influencerat që jënë për udhtime. Jordani është Jordani dhe Zanzibari janë dy destinacionet mia që i kom dashuru, e sidomos Jordani. Në Jordani jemi të e planifiku edhe një herë me shku besoj njëjtën kohë që kemi shku në tetor, nëntor, sepse koha është shumë e mirë, as nuk është nxehtë, as nuk ka ftoft, na kena shku edhe në deti në Akaba. Edhe në Akaba në deti u kanë si në për filma me Aladinin, do me thonë u kanë film se ti e din që bollë kom udhtu, bollë kom pas sene. Edhe gjithmonë kom udhtu në atë aspektin më të mirën, ai vend nuk lën për shtypje veç për se na qysh kena flejt në hotel shumë të mirë, qysh kena flejt në ato bubble, u kanë një natë jena shku mi pa yjet edhe atje dhe ajo u kanë eksperiencë ekstreme mirë. Kur jemi qu me nxez herët me Dev, edhe ajo u kanë, do me thonë, perfekt, do ke vetja si në filmin Dune. Edhe për adhurus që janë të filmave të tillë, në Vadi Rum ka shumë filma dhe seriale që janë xhiru. Për të parë epizodet e plota të As Travel Stories, mjafton të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar në YouTube.